100 kompani kineze pritet të vizitojnë në muajin maj Shqipërinë për të parë nga afër mundësitë e financimit të kapitaleve të tyre në vendin tonë. Lajmi u bë i ditur nga antari i Byros Politike të Partisë Komuniste të Kinës Liu Qi, gjatë një takimi të zhvilluar në Tiranë me kryeministrin Berisha. Sipas njoftimit të shpërndarë nga zyra e shtypit pranë kryeministrit, mësohet se dy zyrtarët e lartë e vënë theksin tek rëndësia e forcimit të mëtejshëm të bashkëpunimit ekonomik e politik mes dy vendeve tona. Nga ana e tij, kryeministri Berisha çmoi se zhvillimi i vrrullshëm ekonomik i Kinës e ka bërë atë një nga aktorët kryesorë të financave botërore. Duke i njohur zotin Liu Qi me raportin më të fundit të Bankës Botërore, sipas të cilit investimet e huaja direkte në Shqipëri janë rritur 3 herë më shumë se ato në 3 vendet e rajonit të Marrës së Bashku, kryeministri Berisha ilustroi potencialet e mëdha që ofron Shqipëria në një sër fushash me interes. Sipas tij, financimet në infrastrukturë dhe punët publike, energjetik, miniera, ato në infrastrukturën portuale e turizëm, janë disa nga sektorët ku biznesi kinez mund të investojë në vendin tonë. Kryeministri Berisha e siguroi zotin Liu Qi se qeveria shqiptare do të krijojë të gjitha lehtësitë e nevojshme për investitorët, si dhe u shpreh gatshëm të mbështesë krijimin e një zone të lirë për biznesin kinez, që mund ta shfrytëzojnë këto pozitë të favorshme për penetrim të mëtejshëm në tregjet europiane. Nga ana e tij, antari i Byros Politike të Partisë Komuniste të Kinës u shpreh se do të inkurajojë kompanitë kineze me reputacion që të shfrytëzojnë potencialet që ofron ekonomia shqiptare. Zoti Liu Qi u prit në një takim edhe nga kryebashkiaku Lulzim Basha, të cilit i shprehu interesin e Pekinit për të asistuar me investime në projekte konkrete lidhur me administrimin urban, ndërtimin e infrastrukturës dhe zhvillimin ekonomik të Tiranës. Kryebashkiaku Basha e njohu zyrtarin kinez dhe delegacionin që e shoqëronte me prioritetet e institucionit të drejtuar prej tij për ta bërë Tiranën një qytet të zhvilluar, ku rritja e punësimit dhe përmirësimi i cilësisë së jetës së qytetarëve janë dy shtyllat kryesore. Ai e njohu më tej dhe me konkursin për bulevardin e ri dhe lumin e Tiranës, projektin e tramit si dhe ato të terminalit të ri, duke ftuar investitorët kinez të bëhen pjesë e realizimit të projekteve strategjike në Tiranë.